Pas nënshkrimit të kontratës për HUA në mes të Bankës Evropiane për ripërtrirje dhe zhvillim në vlerë prej 5.9 milion euro dhe 1.1 milion të siguruar nga Elemi për të ndërtuar centralin fotovoltaik pranë kombinatit zetaro energjetik të Oslomes në Kërçov, sot për vizit pune pranë kombinatit qëndroi Ministri i Ekonomisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë Kreshnik Bekteshi, i cili u takua me strukturat udhëheqëse të kombinatit në krye me drejtorin Kerim Halili. E ku ata bashkërisht vizituan partet e këtij kombinati, ndërkohë që pas vizitës Ministri i Ekonomisë pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Kreshnik Bekteshi shprehu kënaqësinë për këtë investim në sferën e energjetikës. Pra, ishte kënaqësi e veçantë që sot të kem mundësinë që bashkë me ekipin tim të vizitoj termoelektranën e Oslomes, një mikpritje shumë e ngrohtë nga drejtori zotëri Halili, pra edhe me rastin e investimit më të ri të qendrës fotovoltaike, e cila këtë vit do të filloj edhe me ndërtimin e saj pikërisht këtu në Oslomej. Ne si qeveri përmbushim edhe obligimet tona për të prodhuar energji të rinovueshme, për njëkohësisht për të rritur edhe kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike në vend. Pra një qendër fotovoltaike prej 10 MW, e cila do të prodhojë energji elektrike mbi 14 GW në vit, por njëkohësisht shfrytëzoj rastin që nëpërmes jush mediumeve të njoftoj edhe qytetarët, po edhe opinionin e gjerë në Republikën e Maqedonisë. Ne si qeveri nuk do të ndalemi këtu. Pikërisht javën e kaluam edhe programin e ndërmarrjes Elem në kuadër të qeverisë, ku parapam që pikërisht në muajin mars të fillojmë edhe studimin e fizibilitetit për instalimin e 20 MW shtesë, pra në Oslomej apo në Kërçov me rrethin do të investohet qendër fotovoltaike për 30 MW në vitet që vijojnë, pra në 2 vitet e ardhshme, dhe me këtë do të bëjmë investime kapitale, për njëkohësisht do të krijojmë vende të reja të punës, edhe më e rëndësishmja është se vendet të punës do të jenë vende profesionale, pra dhe këtu do të inkurajoj të gjithë të rinjt që të ndjekin edhe studimet profesionale, se pikërisht ne si qeveri, për njëkohësisht edhe drejtoria e termoelektranës Oslomej, pra implementon projekte të cilat janë në përputhshmëri me trendet evropiane sa i përket prodhimit të energjisë elektrike, më konkretisht prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme. Edhe një herë dua të përgëzoj të gjithë stafin e termoelektranës Oslomej dhe t'i falenderoj për mikpritjen dhe shpresojmë që këtë projekt do të realizojmë me dinamikën e duhur. Para lejmërimet optimiste të Ministrit Bekteshi rrisin perspektivën zhvillimore në fushën energjetike të vendit në tërësi e në rastin konkret të Kërçovës në veçanti.